në bindjen time më të thellë, ky është një akt në radhë parë kundër bektashizmit shqiptar, i cili ka qenë dhe është një shtyllë e vërtet e adetarisë. Bektashi ishin frasherlit, themeluesit e doktrinës së shqiptarsisë. Bektashit ishin rezistentët e pamposhtur ndaj pushtimeve dhe diktaturës. Ata kanë gjakun e tyre, besimin e tyre, kontributin e tyre në Shqipërinë e pavarur shtet sovran. Dhe s'kan kërkuar kurrë, s'kan luftuar kurrë për një shtet bektashis. Ata kanë frymëzuar unitetin kombëtar. Dhe kjo aventurë, e cila, siç kemi deklaruar më parë, vjen kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Shqipërisë.